Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. 3 shenjat më seksi të horoskopit. Në vend të parë, ujori. Ujorët kanë një magnetizëm natyror që tërheq me njëherë vëmendjen. Ata nuk e tregojnë gjithçka për veten me njëherë, gjë që i bën të mistershëm dhe intrigues. Liria dhe energjia e tyre veçantë i bëjnë të duket sikur gjithmonë kanë diçka të fshehtë, diçka që ti ke për ta zbuluar vetëm nëse i afrohesh ngadalë. Në vend të dytë, binjakët. Binjakët janë të shoqërueshëm, të zgjuar dhe gjithmonë të gatshëm për të bërë çdo moment argëtues. Inteligjenca dhe humori i tyre e bëjnë çdo bisedë të zjarrt dhe aftësia për të flirtuar pa u dukur e detyruar i bën të paharrueshëm. Ata dinë të krijojnë kimi me njëherë dhe shpesh e bëjnë partnerin të dihet i çmendur. Në vend të tretë, shigjetari. Shigjetarët janë të gjallë, aventurierë dhe gjithmonë të gatshëm për eksperienca të reja. Ata sjellin energji të zjarrt dhe një pasion që tërheq pa e kuptuar. Spontaniteti i tyre dhe aftësia për të bërë çdo moment emocionues e bëjnë praninë e tyre të paharrueshme. Kur janë afër, ndihesh sikur çdo ditë është një aventurë e re dhe kjo krijon një kombinim të fuqishëm midis tërheqjes dhe eksitimit.